Përshëndetje të dashur miq. Protesta mbarkombëtare ka hyrë në muajin e vet të dytë. Paria e Tiranës është përpjekur me të gjitha metodat e veta tradicionale dhe jo tradicionale ta minojë atë. Ka disa përpjekje brenda protestës, të cilat janë disi naive për organizime dhe për shkallëzim të saj, por nuk ka një rrugë të qartë. Dhe prandaj sot dua të merrem me atë që është rruga e qartë e përshkallëzimit të kësaj proteste, si duhet veproj dhe si duhet vazhduar kjo protestë. Pikë pari, gjëja më kryesore është që protesta nuk duhet lejuar të shuhet me asnjë çmim. Përkundrazi, protesta duhet të përshkallëzohet. Ajo duhet të kthehet në një revoltë qytetare, në një rebelim qytetar, i cili është detyrim i gjithkujt brenda dhe jashtë kufive të Shqipërisë. Pak të vazhdimsi dhe përshkallëzim të protestës nuk ka me pas zgjidhje për shqiptarët. Zgjidhja tjetër është vazhdimi i skllavërisë, rënja në një padron të ri dhe skllavërimi i disa brezave të ardhshëm të shqiptarëve. Organizimi ose mungesa e tij nuk duhet pengoj askënd që të protestojë, që të rebelohet, që të shfaq rebelimin e tij ose të saj ndaj skllavërimit të shqiptarëve. Çdo ditë, të paktën 2 orë në ditë, duke marshuar nëpër rrugët e Tiranës dhe duke i treguar kësaj parie dhe padronëve të tyre në Sindikatën Ndërkombëtare të Krimit se shqiptarët nuk e pranojnë më atë, se kjo gjendje nuk është më e pranueshme dhe kjo pari nuk është më e pranueshme. Legitimiteti i tyre është tani më nën zero. Paria e Tiranës nuk jep dot zgjidhje. Zgjidhjet brenda saj janë të gjitha pislëqe të cilat nuk i shërbejnë askujt. Futen në protestë shumë njerëz të tyre për të sajuar zgjidhje false, të cilat nuk do t'i shërbejnë as protestës, as rebelimit, as popullit shqiptar. Të gjitha çojnë ujë në mullirin e Parisë dhe të Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit. Unë isha në Tiranë deri javën që kaloi dhe shumë kush më bënte një pyetje. Pyetja ishte: si do ta përshkallëzojmë ne këtë protestë? Si i bëhet? Pra në këtë video duhet t'ju jap disa mënyra se si duhet përshkallëzuar kjo protestë në mënyrë që Paria e Tiranës t'i ketë ditët e numëruara. Pikë pari, protesta duhet kthyer sa më shpejt në një rebelim qytetar dhe nuk duhet të ndalet në asnjë kusht. Në ditët e verës, protesta duhet vazhdoj për ditë, edhe me numra më të zvogluar për shkaqe objektive, por protesta nuk duhet të ndalet në asnjë ditë. Me ardhjen e vjeshtës duhet shndërruar në një rebelim qytetar. Kushdo që e ka menduar punën e protestës, që e ka shtyrë në fillim duke menduar se është e kontrollueshme, kanë vënë në llogari faktin se shorja e saj do të ishte e thjeshtë. Njerëzit ikin me pushime, njerëzit lodhen, studentët kanë ikur, e të tjerë, e të tjerë. Mirë po, hapi që do të garantoj që protesta nuk do të shuhet me dorën e tyre, me dorën e atyre që mendojnë se e kontrollojnë atë, është që çdo ditë të dalin në protestë të gjithë qytetarët që e ndjejnë veten të ndershëm, që nuk e ndjejnë veten sklever, që duan të jetojnë të lirë dhe që nuk e pranojnë këtë pari. Pra protesta nuk duhet ndalut, duhet të përshkallëzohet. Si bëhet kjo? Radh parë, emigrantët. Emigrant, vëllezër dhe motra, që ktheheni nga malli që keni për atë dheun, nga ku ju ka dëbuar Paria e Tiranës. Mos e harroni kush ju ka dëbuar, kush ju ka çuar në emigrim, kush ju ka lënë pa atë dhe, kush ju ka bërë të ndiheni të huaj edhe atje ku jetoni, edhe kur ktheheni në Shqipëri. Planifikoni të shpenzoni 2 orë në protestë, 2 orë në ditë, ose 1 herë në 2 ditë, sido që ta keni situatën tuaj familjare. Shpenzojeni këto orë për të ardhmen tuaj, për të mos mbetur pa atë dhe, për të mos mbetur pa farë. Një ecje në ditë nuk ju mundon shumë. Nëse jeni në plazh, bëjeni llogarin, kthehuni 2 orë në darkë në Tiranë. Fatmirësisht Shqipëria tani më ka rrugë dhe mund të ktheheni. Kthehuni 2 orë në ditë. Bëni një marshim për nderin tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Do ta shihni që fëmijët tuaj do t'ju shohin me sy ndryshe. Marshimi kundër llumit do të jetë nderi juaj. Tregojeni edhe ju në këtë lloj mënyre, edhe pse në mënyrë jo të përhershme, sepse nuk jetoni në Shqipëri, tregojeni edhe ju rebelimin tuaj qytetar ndaj kësaj parie. Tregojeni kësaj parie që ju doni atë dheun, por nuk e pranoni atë. Tregtarët e vegjël,
Mbyllini 2 orë në ditë dyqanet në shenjë revolte qytetare ndaj skllavërimit tuaj. Mos i shërbejni Paris, familjarëve të tyre, veglave që ka pardisën rrugave të Tiranës. Mos ju a bëni thonjt, flokët, trajtimet e fytyrës, pastrimin e shtëpive grave të tyre, dhe do ta shihni se sa ju vlen atyre lëkura. Refuzojini shërbimet ndaj plehrave të kombit. Rebelimi juaj qytetar ka vlerë shumë herë më tepër se sa miliardat që ata kanë vjedhur, mbi të cilat ka pardisën si gjeli maj plehu. Mësues, bojkotojini programet e tyre të shqiptarizuese. Mësojini nxënësve dhe studentëve të vërtetën. Shtyjini nxënësit, ju a kërkojnë prindërve të shkojnë në protestë çdo ditë, ose të paktën një herë në 2 ditë, sepse revolta qytetare është çelësi i të ardhmes së tyre me nder dhe jo si sklever. Dhe t'ju a tregojnë prindërve se këta nxënësit se ata nuk duan të jenë më sklever të cilit do padroni. Kur të fillojmë mësimin vjesht, bojkotojini klasat. Merrini nxënësit dhe nxirrini në oborre, sepse nuk mund të ketë normalitet për sa kohë që fati i shqiptarëve është në fije të perit. Rebelimi juaj qytetar do të jetë mësim për brezat e ardhshëm. Bëjani këtë shërbim kombit. Punojës të administratës, mos pranoni me firmos shkresat krimit. Mos e shisni veten për një rrogë, sepse rroga mbaron, po çnderimi dhe skllavërimi mbeten. Dilni në protest, merrni familjar, miq, shok, këdo me vete, në mos çdo ditë, një herë në 2 ditë të paktën. Prania juaj në protest dhe mos harroni njerëzit ju shohin, njerëzit e dinë ku punoni. Pra prania juaj e forcon besimin e shqiptarëve se ka zgjedhje. Por këto zgjedhje nuk vijnë dot më nga kjo pari lumnore, e cila e ka skllavëruar popullin dhe tani po do ta shes Shqipërinë copa pa dronit të ri. Rebelimi juaj qytetar i shërben të ardhmes tuaj si shqiptar të lirë dhe jo sklever, por i shërben edhe gjithë kombit shqiptar, i shërben të gjithëve për t'ju dhënë kurrajo të gjithë protestuesve të dalin edhe ata çdo ditë, pa ndalim, duke përshkallëzuar këtë protestë në një rebelim qytetar. Punojës të hotelerisë dhe ndërtimit, zgjidhni një ditë dhe mos dilni në punë, gjithë bashkë. Bllokoni funksionimin e lavatriçes së pastrimit të parave të krimit. Mbyllini telefonat dhe deklarohuni të smur. Rebelimi juaj qytetar ka për ta paralizuar parinë e Tiranës. Do ta shihni se sa ju vlen lëkura këtyre kur ju mbyllni rubinetin e parave të vjedhura dhe parave të krimit. Diaspora, duhet që protestat sporadike t'i kthejnë në marshime të përditshme, çdo ditë në orare pas pune. Shqiptarët të marshojnë kundër llumit të Parisë së Tiranës dhe padronëve të tyre tek sindikata ndërkombëtare e krimit, në të gjitha qytetet ku janë zhvilluar protesta, përpara ambasadave, konsullatave shqiptare, thjesht një marshim paqësor me pankarta ku të shprehet mos pranimi i kësaj gjendje. Shqiptarët kudo që ndodhen, ta që ndjejnë veten me një pikë gjak shqiptari, nuk e pranojnë më këtë gjendje. Një herë në javë le të merren leje nëpër policit përkatëse për fjalime dhe për mitingje më të mëdha, por ditët e tjera le të krijohet një ritual i përditshëm i revoltës qytetare ndaj Parisë së Tiranës. Së dyti, duke e ruajtur këtë protestë deri në vjesht, keni mundësi të filloni përshkallëzime në baza grupimesh profesionale, siç e thash më sipër. Bojkotohet arsimi, dalin në grev punëtorët e fasonerive, mos dalin punë punojësit e keshit dhe OSHA-s në një ditë caktuar. Paralizohet qarkullimi urban me një grev të shoferëve, edhe lokal, edhe ata që bëjnë transportin midis qyteteve. Të bllokohet funksionimi i agjensive turistike një ditë në javë, dhe të mbyllin qepenat. Mos paguani taksat lokale, pastaj të mos paguani taksat mbi real estate-in, mbi ato të shtëpisë. Mëtej, mund përshkallëzohet duke mos paguar dritat dhe qerat, duke bllokuar hyrjet në përkantiere, e të mos lejoni që të zëvendësohen punëtorët shqiptar me punëtorët huaj. Pra, ekonomia shqiptare duhet paralizohet derisa kjo pari të largohet e gjitha në blok, derisa edhe të huajt ta kuptojnë që shqiptarët nuk pranojnë më njëri përzierje, sepse shqiptarët nuk kanë lindur një popull sklav dhe nuk e meritojnë këtë sklavëri, të cilën ju ka imponuar paria e Tiranës. Nuk ka për të na shpëtuar Evropa, nuk ka për të na shpëtuar Bashkimi Evropian, nuk na kanë për të na shpëtuar burokratët gjithkund ku gjenden,
duhet shpëtojmë veten ne shqiptarët duke krijuar këtë rebelim qytetar ndaj gjendjes së papranueshme që kemi sot. Fshatarët dhe fermerët duhet të bojkotojnë një ditë në javë tregjet e ushqimeve t'i lënë bosh. E kështu me radhë. Të bllokohen rrugët për nga vinë produktet bujqësore të importit, sepse ardhmja juaj si fermer varet sot nga rebelimi juaj qytetar. Nuk mund të ketë ardhme kur 95% e produkteve bujqësore importohen. Dhe këtë e keni dhurat nga paria e Tiranës. Këto janë para që duhet ishin në xhepat tuaj, po i marrin tuaj. Kjo është ajo për cilën ju duhet rebeloheni. Të gjitha këto veç e veç, ka dhe të tjera, po dhe të marra së bashku do ta përshkallëzonin protestën dhe Paris do t'i mbetej vetëm dhuna ndaj protestës. Mirë po dhuna ndaj protestuesve dhe popullit thjesht gjithmonë i kthehet kundër çdo lloj parie, sepse asnjë parie kapur, hajnore, oligarkike si kjo antishqiptarja që kemi ne, nuk e ka fituar në histori luftën me popullin e vet. Çfarë ndodh nëse ju nuk i bëni këto? Edhe kjo është më se e qartë si drita e diellit. Në qoftë se ju nuk i bëni këto, atëherë protesta ngadalë do të shkojnë në kanalet e Paris Tiranës, do të shuhet, paria do të mendoj se ja hodhi dhe kësaj here, padroni i ri i juaj do të kërkoj që ta deklaroni hapta skllavërimin ose të largoheni, dhe shumë për jush do të zgjedhin të largohen. Pra ky është shansi i fundit i rinisë shqiptare për të mos mbetur sklever në 20-30 vitet e ardhshme. Sot, vëllezër dhe motra, ndahet shapi nga sheqeri, e mira nga e keqa, ata që duan një shtet komp me nder dhe ata që dashurojnë paranë e llumit. Kushdo nder i shërben rebelimit qytetar, të tjerët janë plehra dhe vegla që meritojnë ndërshkimin. Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Faleminderit.